Të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet e 11 majit. Sot bëhet një javë nga procesi zgjedhor që I dha mandatin e 4 kryeministrit Edi Rama për të folur më shumë për këtë proces, si çfarë do ndodh me demokratët nga tani në vazhdim në mandatin e 4 në opozitë. Kemi të ftuar zotin Sadri Kortoshi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, aktivist dhe kontribues mjaft I madh I Partisë Demokratike në vitet. Zoti Kortoshi, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe ju, faleminderit edhe për jush. Çfarë po ndodh me Partinë Demokratike? Ju ande çfarë prisni që të ndodh këtej? E prisni një dorëheqje të Berishës, një riformatim, apo prisni më përpara duke vazhduar linjën e vjetër të organizimit të protestave, duke besuar që Rama kështu do të largohet? Janë shumë faktor që përmbledhen në këtë situatë që ndodh vendi sot. Fitosh I mandatur të 4 mas 12 vitesh qeverisje që ka pas afera korruptive. Kaq, thjesht nuk them që s'kan bë punë, se puna normalisht për 12 vite do bësh një diçka që dash përpara elektoratit. Por fakti që janë akuzuar për korrupsion, janë burg, nuk ishte normale që Rama të marrë një mandat 4. Kjo për një popull që është normal, për një popull që ka logjik normale, nuk thjesht edhe sikur, kam thonë edhe në ato paraqitjet më përpara, edhe sikur kishte qenë një qeveri që ka punuar normal, qeveria vetë ju duke qenë 12 vjet në fuqi, është e tepërt. Kështu që për një popull, sikur thash, një popull normal kjo do ishte ndrru. Por fakti është se nuk u ndrru, pse s'u ndrru, kush janë fajet? Këto fajet janë, unë fajsoj në vërtet shumicën e fajeve ja hedh popullit. Tash I populli është populli është tu, por në vërtet ai popull ka qenë populli 90-s që është ngrit kundër regjimit, nga si ish komunistët, si edhe demokrat, ata që në 90-ën qënë bashkë me studentat për një shtet që mund me ngjasu me shtetet tjera perëndimore. Gjithë këtë domosht shqiptarët e kanë pas në 90-ën nga filmat e huaj, nga literatura që kanë lexuar fshehës në kohën e komunizmit, nga njerëz që kanë dalë jashtë shtetit e kanë pas sistemin se si funksionon. E kjo është arsye, këto ishin ëndrat atyre njerëzve të 90-s që u ngritën kundër regjimit. Sadri, se po ju ndërpret çfarë faje ka populli në këtë rast, sepse nëse do marrim nëse ka fajin sistemi njerëzit si thoni ju populli, sistemi zgjedhor, nëse partitë e vogla do ishin gjitha bashkë, do kishin marrë gati 10 deputet. Por nëse do ishin edhe me Partinë Demokratike, do merrin akoma më shumë dhe diferenca do të ishte shumë e vogël me mandate. Nuk do ishte 83, por mund të ishte 73 me Do dalë edhe aty, Dilber, po thjesht po them se ai popull që votoi komunizmin në 90-ën, zgjedhjet e para 90-91 kur votoi 70% votuan Partinë e Punës së Shqipërisë, se kishin frikë. Popull që është rrit edukuar me frikë në 45 vjet. Iku ajo mas një viti votuan Partinë Demokratike 90, 75 deri 90%, nuk e mbaj mend ato numrat eksakt. Po them populli, se populli është ai që zgjedh Partinë Demokratike, populli është ai që zgjedh Partinë Socialiste, populli është që zgjedh edhe këto partitë e tjera. Fakti është këtu, se për 30 vjet, si Partia Demokratike, si Partia ish komuniste, Partia e Punës së Shqipërisë, Partia Socialiste, njerëzit që e përbojnë ato, ose njerëzit që sot në emrin e asaj partie që nuk kanë bënë as pak, as lloj nuk e kanë as një vit përbashkë me ish Partinë e Punës së Shqipërisë ose Partinë Socialiste. U du të them një gjë se me pasjen sot, unë që kam 29 vite në Amerikë me më thonë, a do votosh për deputet që ka pas Partia e Punës së Shqipërisë në 91 në votimet e dyta, që janë bërë votimet hapura mes deputetëve të Partisë Socialiste e deputetëve të Partisë Demokratike, do votosha
për Partinë Demokratike ose socialiste, po flas të dyja të punës. Pse kanë pas karakter, unë flas për deputet të viteve 92, kanë pas karakter, kanë pas dignitet, kanë pas idealet të tyre që kanë qenë të strukturuar në atë linjën e partisë tyre, njëjtën gjë demokrat, por sot për 30 vjet asnjëna palë nuk ja ka deliver, nuk ja ka dërguar popullit shqiptar ato çka kërkuan në vitet 90. E kjo është e keqja, domosdoshmë se ata nuk ja kanë deliver, edhe njerëzit s'kan ditë me kërku, pasi njerëzit janë mësu me komand ulo çow. Ishte një parti, u bën 2 parti, u bën 3 parti, domosdoshmë derisa ti mësu mu komandua nga mjesi deri në darkë, tash nga një parti e punës, u kthy Partia Socialiste, u bën një parti demokratike, çow ulo. E njëjta gjë, domosdoshmë një grup më shkoi atje, një grup më kthej, populli mësu me komand. Këtë po them që populli kur është mësu me komand, është mësu me votu liderin, atëherë ky popull këtë lider do nxjerrë. Nuk po them që liderat kanë qenë të këqij, po në gjithë botën ka check and balance. Domethënë që kur ai zgjedhur që ti ke zgjedh, nuk e kryen detyrën, atëherë ke drejt më ngrit edhe me heq. Kjo është numër 1, themeli i demokracisë. Kur ti ke ardhur ke kërku votën, në atë moment që unë ta përmbushi për ato kushtet ose ato premtime që unë të kam bërë ty, atë ti ke drejtën me më heq. Por për 30 vjet, sikur se thash, fajet i kanë të dy palët bashkë me gjithë ne, edhe unë edhe ti. Aty është sistem që është ndërtu, është sistem që nuk ekziston në asnjë vend botës, është sistem që duhet tiki, se sa do zgjatë nuk e di, ato keni në dorë ju, ato ka në dorë, po them, edhe diaspora. Në dorë edhe diaspora, sikur e thatë ju tani. Diaspora ka pak në dorë, në vërtet ka drejtën fjalën, paktën fjalën nuk janë ndalë dot, se mundën me bë media të lira, YouTube, kanale YouTube e gjona, nuk mundesh me ndalë, por problemi është se aty është gjithë Shqipëria, gjithë ato njerëz që jetojnë aty, ato shohin si puna ati globit, që globit, nëse ti hyn brenda globit, ti sheh vetëm brenda globit. Edhe ti do shikosh çka ke rrethit, do veprosh sipas asaj, do shkosh te qoshet, afrohesh ke qoshet e globit dhe s'del dot për jashtë. Domthonë gjithë shoqëria atje pothuajse mendojnë pak a shumë një lloj. Por edhe diaspora Stadri është në të njëjtat nivele, 52-53 për PS-n, pastaj partitë e tjera. Dilber, është shumë e vështirë se janë 100 lloj mediash, njerëzit ndëgjojnë shumë lajme nga ty, nga televizorët, nga mediat e huaja. Sot për sot njerëzit janë të çorientuar, nuk dinë kush është e vërteta, kush është e pavërteta. Fakti është se në Shqipëri, kur një popull, secili person, mundë me thonë që e ka në ndërgjegje me vjedh, nuk ka rëndësi a vjedh një cigare, a vjedh një vezë, a vjedh një vull, a vjedh një kafe të një tjetër që ka, nështë një person që ka nevojë për ty. Nëse ti e ke ndërgjegje me vjedh, atëherë ç'a mundën me prit në atë vend? Diaspora. Nga ka arë diaspora? Diaspora ka arë nga Shqipëria. Njëti 10 vjet kanë, nështë 15, edhe kur ti, është si puna e atyre që ti nuk mundesh me shku në kish as në xhami kur i bë 50 vjet, se ti mundesh me shku falc. Nëse ti nuk i rrit që 2 vjeç, që 1 vjeç me eduku prindërit tu me çun xhami ose në kish, është shumë e vështirë që është origjinal si puna ime, për shembull, kur kam marrë në Amerikë, kam marrë vesh që mishi derën nuk hahet për musliman. Këtu e mësova, se nuk ma tregove një Shqipëri. Domethënë tash është shumë e vështirë që unë më u kthy më bë musliman i vërtet ose katolik i vërtet, se jam rrit pa fe. Këtë do të thonë që në një popull që është rrit
qysh i vogël me vjedhje, me gjana që i ka bo pa drejt, ose ja ka bo partia pa drejt, shteti, ja së kohë. Atër çfarë pra, është shumë e vështirë me ndryshu për një ditë. Po bën vërtet 30 vite dhe asnjë s'ka arrit që ka qenë në drejtim me ja dërgu popullit, pasi edhe populli s'ja ka kërkuar siç duhet, pasi edhe populli, se ai populli ka zgjedhur atë qeveri. Kështu që por për të vazhduar këtë linjë që sapo niset, a mundi që këtë dërgesë t'ia çojë popullit prap të besohet tek Sali Berisha si alternativë, sepse për Ramën çado diskutosh, ai është në mandatin e 4. Tani puna është sytja nga opozita. Mendoni që zoti Berisha duhet hap krahun në gjykimin tuaj për të lënë vendin një tjetër lideri? E keqja është se këtu është se Partia Demokratike ka ground, ka votus. Ground dhe në tokë. E në tokë janë njerëzit, ne për këtë në Shqip, ka ground. Tash në disa debate që pash, debate televizive ose nga këto mediat, për shembull pash ke Grida Duma ishte i ftuar Auloni bashkë me Auloni ka hedhur akuza për vjedhje brenda partisë. Tash po dal aty. Ti kur i shef paktet që janë bë mrena për mrena PD-s. Që nga po flas ndoshta edhe para 21 janarit, përpara se Berisha të bëhet non grata, i shef mas 21 janarit me Partinë Demokratike, me Lulzimin, me Lulzim Bashën, me deputet të Partisë Demokratike që u shputën në një krah tjetër, dole një krah tjetër. Vjen momenti që sot po marrim shembull një person, Jack Markaj që e maj mend atëherë asë kohë ka qenë i pranishëm çdo studio televizive duke fol keq për Berishën, duke fol keq, kjo fjala keq se ne shqiptarët e përdorim shumë. Kundra asaj që bani Berisha kur mlodhi Këshillin Kombëtar. Tash Jack Markaj del kandidat në listat mbyllur. Domethënë me krahasu Jack Markaj me Aulon Kalan. Ku është ndryshimi, zotëri? Ku është ndryshimi? Atëherë Auloni si demokrat që ka luftuar, po flas Auloni se e njoh personalisht që ka luftuar, paktën e di që ka 10-15 vite që ka luftuar për kauza më të mëdha se sa partia, ka dalë jashtë interesit partisë dhe ka shpreh ato pagnasitë veta. Jack Markaj sot ndel mu kur në një moment ka dalë kundra demokratëve me gaz lëtsjelës, me shkopi gome, me blindim Partisë Demokratike, i njëjti person sot ndel edhe merr fitoren në tavolinë. Kjo është ajo pse Partia Demokratike ka humbur ground. Bashkë me Bardhin. E mora një, se aty ka shumë. U Bardhët ja kam thonë në mes New Yorkut, ja thash, gaz Bardhët. Thash më vjen keq me fy inteligjencën time. S'ka lidhje se njerëzit ndoshta për një moment kanë besu te Departamenti i Shtetit, kanë besu te qeveria amerikane, por të paktën me kërku falje, edhe të paktën me dalë në ballafaqim me njerëzit. S'ka ke gabu për një moment të falet. Nëse ti kërkon falje me zemër, jo falje fals, atëherë pranohesh dakord. Problemi është se Partia Demokratike ka opozita, se s'po marrë vetëm Partinë Demokratike, opozita ka ekzistuar, do ekzistoj edhe ka ekzistuar në gjithë botën, ku ka njerëzim, edhe mrena kafshë ka një opozit me pa, pavarësisht kafshë s'ka logjik. Opozita do ekzistojnë, por sa fuqishme ka përqenë atë njerëzit që i shkojnë mrapa dhe njerëzit që ata njerëz i zgjedhin t'i përfaqësojnë. Unë e shoh domosdoshmë se Partia Socialiste ka marrë më pak vota se sa para 4 vitesh. Megjithëse Rama i ka ruajtur 800.000 votat e veta. Po, dëgjoj, problemi është se kanë ikë shumë nga krahu opozitar, numër 1. E dyta,
Partia Demokratike duhet ta pranojnë që s'kan arrit me marrë më shumë vota se sa herën e parë. Tash janë milion arsye, po pranoje. E para është që me pranu, me thonë, po, para 4 vitesh morëm kaq, tash i morëm kaq. Me pranu realitetin. Se si kena marrë, pse kena marrë më pak? Ato janë faktet që dihen, domethënë që Rama ka administratën, ka gjithë bashkitë, ka shtetin, ka strukturat, ka parën në funksionim, por me shku nga krahu tjetër. Pse humi Partia Demokratike? Humi se kishte mundësi me bë një aleancë zgjuar. Tash se bani me Llapaj, me këto parti tjera, me Shehaj. Shehaj ishte pjesë e PD-s para 6 muajsh. Po edhe Shehaj, edhe Llapaj, edhe gjithë spektri tjetër që nuk i bashku në Berishës, nuk po them se ata duhet me përgjur Berishës. Të dy palë duhet marrë kompromis. Nëse e keqja një vend ishte Rama, nëse me nështën që duhet zgjidhje, jo votim. Zgjedhje dhe thonë me zgjedh. Ju mendoni që Berisha e çon përpara këtë gjë sa po thoni? Unë nuk thash se Berisha e çon përpara, pasi në këto momente për shembull që është Partia Demokratike, edhe sikur tikin Berisha, procesi biologjik, numër 1, procesi biologjik nuk e lën Berishën më shua gjatë. E dyta. Pra, ju thoni që duhet pritur procesi biologjik. Kjo është zgjedhja. Po, Dilber, po marrim sot Partinë Demokratike. A guxon asnjë medal sipër Berishës? Asnjë s'guxon se nuk e kanë intelektin, nuk e kanë atë personalitetin, edhe gjithë shkojnë sikur se thot Berisha. Është normale që Berisha e grumulloi partinë edhe një herë, se imagjino para 3 vjeç, para 4 vjeç, sikur të ishte ajo situatë, domthonë Partia Demokratike s'do kishte marrë as 30 deputet. Po nuk mjafton dishim pushtet vetëm me militantët. Po me militantë do vish, gjithmonë në pushtet vihet me militantë, se kush ishin ata që votuan për radhë? Militantë ishin. Administrat. Duhet pjesa gri që të bëj diferencën. Okej. Aty është pjesa gri, tash pse nuk e thithën Partia Demokratike pjesën gri? Kjo është e keqja se leqë s'votuan aty, kanë votuar vetëm 40%. Së disa 42% kanë votuar shqiptarëve. 42%. Përveç atyre që kanë votuar, ata gri që kanë shku nga krahu tjetër kundra Partisë Demokratike, po flas, nuk kanë hedh kutinë, nuk kanë hedh votet e kutia e PD-s, po kanë shku ke partitë e vogla, ke Llapaj, ke Shehu, ke këto. Fakti se sa Llapaj ka marrë elektorat, sa vota në rang kombëtar tregon që njerëzit kanë kërkuar ndryshim. Njëjtën gjë për partinë e Shehajt. Fakti tjetër është se ligje që kanë bërë të dy partitë bashkë, ajo ligji po flas rregulli i kodit zgjedhor. Ajo më duket domon anormale. Pasi ju siguron të dy partive pushtetin për gjithmonë. Nuk nga njëna forcë tek tjetra, nuk lën ato forcat e reja që dalin pushtet. Kjo është e keqja, domethënë se askush s'del dot. Me thonë që kjo është mbrapsht, edhe një zonë që del mbrapsht e mullin këto tjerë, kështu që duket sikur dy partitë duan me kontrollu pjesën tjetër. Po Sadri, ju në këtë momente që jeni me gjithë argumenta që ju keni, me gjithë pas një jave nga zgjedhje që një periudhë ka pasur një periudhë reflektimi, jo vetëm për ju, por për gjithë, ju vetëm brenda vetes, pavarësisht nëse përgjigjeni për publikun apo jo, a keni një përgjigje që kjo opozit duhet vazhdoj me Berishën, duhet vazhdoj pa Berishën, apo duhet vazhdoj kështu në këtë kaos që është tani, që hajde se do kërkojmë autorët e vjedhjes së votave dhe të ecim para, që po vinë dhe zgjedhjet për ndoshta Bashkinë e Tiranës të parakoshme, po vinë dhe zgjedhjet lokale. Pra, mes tyre 3 alternativave.
Partia Demokratike edhe njerëzit që përfaqësojnë, njerëzit që aderojnë Partinë Demokratike duhet me ndryshu komplet qasjen. Komplet qasjen ke elektorati. Partia Demokratike duhet me qenë me pas ndërgjegjen që të gjitha ata njerëz, si po flas Auloni, njerëz që kanë dalë të votuar në zonat e tyre, Ali Mehmeti, njerëz tjerë që kanë marrë nga 20.000 vota, për shembull, nuk e di se sa ka marrë Ali Mehmeti, Është i dyti jashtë parlamentit në Tiranë. Jashtë parlamentit, çfarë tregon kjo? Kjo tregon paftyrsinë e sistemit zgjedhor që është në Shqipëri. Shko Jack Markaj, që s'ka bo asnjë lloj kontributi përveç se ka hedh gaz lëtsjellës tek demokratë e vërtet edhe merr një karrik. Tjenë kush dhe tjenë, edhe tjenë Berisha dhe tjenë Zoti, kjo është e gabume. Aulon Kalaja tha unë shkova në primarën në Fushkruj, fitova në zonën time, erdhi momenti me garu në listat hapura, tha unë se kuptoj, tha pse nuk jam deputet. Pasi nëse ti po bën zgjedhje atë njerëzit që kanë fituar më shumë vota, ata janë njerëzit që mundet me bën ndryshimin, jo Jack Markaj ose ata Jack Markaj të tjerë. Tash jo se Jack Markaj ose këta pjesa e mbyllur e Partisë Demokratike do sjellin ndryshimin, ose jo se Rama nuk do të kishte manipuluar votat edhe sikur këta mos ishin. Por nëse ti hedh figura treja në Partinë Demokratike që shkojnë ke elektorati edhe kërkojnë votën e tyre, çajnë hallet e tyre, atë situata do ishte komplet ndryshe. Nuk po diskutojmë se njëta situatë, njëti Moçal është ke Partia Socialiste. E njëta, ai ka ushtar të dy palët janë ushtar, zoti, duhet me dalë nga rreshti. Sikur dolën Partisë Punë Shqipërisë në 19, duhet me dalë nga rreshti, duhet me dalë ata njerëz që kanë integritet, ata njerëz që nuk kanë vjedh, ata njerëz që nuk e kanë thyr ligjin. Aty është sistemi ndërtuar nga krejt spektri politik. Është një sistem që kam thonë me kohë që aty duhet mu ndryshu sistemi, zoti. Për ndryshe ai vend ashtu ka për ngel, ka për të kthyr Meksik. Vendi duket shumë në rregull, çdo gjë duket normale, por fakti është se është korruptum në çdo aspekt. Korruptim ka edhe ke përdeja kur ti vjedh votat e elektoratit tonë, atëherë pse duhet me të votu ty? Më thuaj ti mu, ku është besimi? Ku është besimi kur ti si popull shko voton një person që ndoshta ka qenë ai përfolur për korrupsion? Tash s'po du me përmend ata që merren me votime e dinë se për ko flas, e dinë shumë mirë. Kur një person zgjidhet të përfaqësojë demokrat edhe është përfol për korrupsion, domthonë një popull e mbron hajdutin. Ky është realitet. Si nga PD-ja, si nga Partia Socialiste. Popull që mbron hajdutin, sa është hajdut vet. Atë çfarë pret ti kur ti e ke çu hajdutin me trujt vreshtin? Atëherë për të vazhduar tek linja e kësaj që çfarë pret, tani këta po presin ndoshta pushteti ndonjë përshëndetje nga Amerika që ende s'ka ardhur. Foli djali i dhëndri i Trumpit për investimin Sazan, ndërkohë që PD-ja ka shpresë se Trumpi mund bëjnë ndryshim në Shqipëri me nuk e di tani ju si shikoni nga atje. Dilber, unë e shoh kështu, unë di faktin që për 41 vjet, 45 vjet kena qenë të izoluar, Amerika ka qenë aty, Evropa ka qenë aty edhe s'ka rrezu dot në Evropën. Tash njerëzit sot bota është e hapur dhe majnë shpresë ka Amerika. Amerika ka një delegum ose dy që merren me çështjet e Ballkanit, nuk ka. Ai do në gjoj raportet e OSBE-d, do në gjoj në raport që dërgohet nga opozita shqiptare, edhe në fundit ose do thot i certifikum ose si certifikum, edhe mos me atë certifikum, prap në vërsh që ka certifikum një i vota dhe ka nëjë 25 vjetë në pushtet. Aty është populli shqiptar, aty s'ka ngel popull që mundet me ungrit
se është populli friksum, thash me komandë, si KPD dhe KPS-ja. Nuk dhe njëri me protestu, me thonë që ora s'kena rrugë, s'kena parkim, kena gazin, s'kena sistem mjekësor, po flasim vetëm mjekësin. Vetëm për ato me dalë në rrugë, po si thiri partia nuk ngriten. Domthon, kjo është ndërgjegje se na rrit një popull me diktat, zotni. Edhe kur ti rritesh me diktat, çau ulo, a shumë mësu, ti nuk qosh vet as nuk ulesh vet pas ta dikush. Pra, ju thoni që PD-ja nuk duhet më shpresë tek Trumpi dhe tek Amerika. Ora, çfarë do thotë, po flasim edhe sikur s'u njoftën votat, është difference është komplet histori tjetër nëse nuk njihen votat. Pasi kur ti nuk njeh nëse Departamenti i Shtetit nuk ti një votat, atëherë Partia Demokratike, opozita në përgjithësi ka drejt më ngrit në protesta, revolta kundër qeverisë, kundër vjedhjes votave, kundër aty në gjë. Problemi është se kur i shef mëna për mëna Partisë Demokratike në bë hile, në kuptimin e fjalës, nuk janë njerëzit që meritojnë atë. Po e njëjta gjë kënaqëse, s'po flasim ke krahu tjetër se atje është komplet, domthon sistemi që ka qenë i Partisë Punësi i moderuar, domthon sistem i moderuar nga Roma, gjys autokrat, gjys diktatur, s'po flasim nga krahu tjetër, por kur i shef gjithë këto gjëra që kanë ndodhur, është shumë e vështirë me ndryshuar sistem, përveç se një gjenerat e hekur që do vën ligjin, se këtë është ke ligji, ke zbatimi i ligjit. Në një vend ku zbatohet ligji, çdo gjë funksionon. Aty nuk ka ligj, po nuk zbatohet. Ligji shitet e blet. Unë gjithmonë e kam theksuar se përderisa gjyqtari, prokurori, polici nuk shitet edhe nuk blehet, aty s'ka për të pas shtet. Ajo ekziston në gjithë vendet që shteti është i korruptuar, pasi kur ti arrin e korrupton drejtësinë, aty mundesh me bërë çfarë dush. Kështu që është kur shef gjyqtar, kur shef prokuror, kur shef njerëz veshën me pushtet që mas 2-3 vjeç. Unë kam faktin në 92-shin, 93-shin, 94-ën, 95-ën, dhe 97-ën që kam kisha njerëz që punoshin drejtësi gjithë mas një viti, mas 2 vitesh me makina. Unë kisha familjen time në Amerikë dhe si kisha do. Po nuk e disha se sa masivisht po shitet ligji. Domthon, ajo praktikë ka vazhdu për 30 vjet. Edhe tash një forcë ka marrë pushtetin politik, ekonomik, edhe këta tjetë kanë pas pushtetin politik, kanë edhe ekonomin, një pjesë e këtyre që kontrollojnë Shqipërinë me biznese, kanë qenë me PD-n, kanë kalu kënaj se janë biznesmen, nuk e shohin shumë, po nga tanoj krahu do kthehen me ata. Kështu që kjo është Shqipëria. Kjo është Shqipëria. Aty do të qenë. Për ta mbyllur me një fjalë, si përfundon PD-ja? PD-ja do përfundoj aty ku është. Unë nuk e si më thonë, mundohem edhe du me i thonë elektoratit që voton për Partinë Demokratike, asnjëherë nuk do të shuhen shpresa, duhet luftosh deri në momentet e fundit, pra sa ke mundësi edhe jetë për idealet për një shtet drejt edhe demokratik. Partia Demokratike do shkoj aty në bazë të leadershipit, në bazë të atyre që marrin Partinë Demokratike në atë pozitë, njëjtën gjë do shkoj ke krahu tjetër. Edhe Rama në një moment ka për tik, atëherë populli ka për të vlerësuar kur ta morë një forcë tjetër që e shef ndryshimin. Është fatkeqësi për një komp, mas 12 vitesh me votu prap një parti që ka akuzohet, ka një pjesë të ministrave, një pjesë të kryetarëve të bashkisë, domthon afera nga më të ndryshme lidhen me krimin,
Ne dim që nga mandatura e parë një qeveri që akuzohet për vjedhje votash, por edhe nga krau tjetër ka vjedhje, se vjedhën me në llojt. Kjo është të keqja, se njerëz përshojnë balansat mes njërës dhe tjetërës, me thonë gjana që janë rrala. Pra ne kanë ikë shqiptarët, se nuk e kanë gjetë vetë, asa ne as kënej. është fatkeqësi, po unë Partia Demokratike duhet formatizohet komplet. Forcat këta njerëz që kanë fituar shumicën në elektorat duhet ta ngrenë zonën e tyre. Nëse s'kan fuqi, atëherë unë nuk e shoh rrugëzide, si më thonë Partinë Demokratike të vinë pushtet pasi edhe 4 vite tjera po themi që nëse Berisha ka atë jetëgjatësinë ose procesin biologjik, është pak e vështirë se kur nuk është fakti se Berisha është i keq, por problemi është se është konsumu edhe njerëzit mediat, interesat politike, nështë njerëzit që do në majtë atë pushtetin, ose bashkë me midjen, ose bashkë me makarinë shtetore e paraqesin Berishën si kur Berisha është e keqja e Shqipërisë. Në vërtet, ka shumë ma keq se sa Po ju thatë format komplet. Formati komplet do të thotë edhe me zonin Berisha. Në gjo, nëse Berisha nuk jam, si me thonë, zoti me parashku diçka. Unë pak a shumë qa kam thonë gjonat kanë danë vërtet, por edhe sikur po flasim, edhe sikur ta heqin Berishën, nëse këta tjerë, ta njerëzit tjerë kanë aftësi me grumullu njerëz, ose me marrë support, ose njerëz për vetës, por fakti është që du të mu hap me dhe t'jen Berisha aty, s'ka lidhje, se Berisha i bashkoj, po me thonë, hajdeni ju njerëz që bot këtë morët më shumë votim, qa me nëni? Pse duhet me qenë gjekmarkaj ose shumë gjekmarkaj aty ke listat e mbyllur? Të gjitha këto që ju po më thoni, zoti Kortoçi, të çojnë një përfundim. Lutem, më thua dot një mesazh direkt që ju keni për Berishën, se nga do që rrotullohet shkojmë te zoti Berisha. Ju qa mesazhi do kishit për të? Berisha, në gjë, unë Berishën asnjëherë, si më thonë, s'kum pas, ju kom thonë edhe njerëz se mbroj dot, pasi Berisha është avokat i vetvetes, është shumë i përgatitur, ka Berisha njeh liderët e bos, ka qenë në dëmon politik që nga 90-ta. Njerëzit kanë akuzu pse e mbroj Berishën. Nuk kam mbrojt Partinë Demokratike, kam mbrojt Demokrat, vinë tani çfarë do të thoni tani? Edhe edhe sikur ta heqin Berishën. Po flasim edhe sikur ta heqin Berishën, që unë tash e admiroj Berishën si lider, edhe jam e ati krahu, edhe sikur ta heqin Berishën, është shumë e vështirë, po su bashkun një pjesë e njerëzve që mendojnë që kanë më shumë fuqi se sa Berisha, që ti marrin demokrat atë elektoratin gre. Kjo është gjitha, duhet me qenë dikush që me ngrit zonën, me thonë, mjaft është mjaft. Duhet me ndryshu strategjinë. Bashkë me Berishën, nëse donë me marrë Berishën ta marrë, po ta ndryshojnë strategjinë. Nuk mundesh, ne kishim deputet që erën këtu dhe i thamë në gjo, edhe nëse, se ne të gjithë shqiptarët e din shumë mirë se si merren vota në Shqipëri. Ska lidhje edhe Partia Socialiste, edhe ata që donë Partinë Socialiste e din që vota manipulohet. Ai nuk ta vjedh në kuti, po ta manipulon, se të kërcënon. Ne kena këtu njerëz që i kanë kërku 10 vota nga diaspora. Ajo dihet fakti se është popull hajdut. E kur gjithë populli janë hajdut, është shumë vështirë atëherë me ndryshu diçka. I tham, mos thoni që na i vodhen votat, ai manipulon. Unë kam ditë, kur ka fitu mandaturën e parë, që ky ka me morë 3-ën, 4-ën e 5-ën, se kam su formulën. Është shumë formulë e thjesht. Ti kërcënon me bugoje, atëherë ai tjetër s'mund me ikë jashtë shtetit 50 vjeç, 60 vjeç me shku me ndërtu jetë prej fillimit. Kena ardhur kur kena qenë 3, kena pas energji, gjonat kanë ndryshuar.
Është shumë e vështirë sot për me sjell një 50-60 vjeçar nga Shqipëria, me ardh pa anglisht, pa gjuhë, pa dokumenta, me fillu po flas këtu ose në Evropë me shku me fillu një jetë prej fillimi. Atëherë detyrohet që me shku ke ai që t'jep buk. Me ia dhon votën edhe nëse shef pa drejtën, se ka pa drejtë edhe ne. Ka pa drejtë edhe ne. Kështu që aty duhet mu formatizu komplet. Do me pranu realitetin, do me pranu që kanë humbë elektrat. Ai Rama ka marrë më pak elektrat, do më Rama nuk ka tjetër gjë se ka ndryshu ligjin zgjedhor, kodin zgjedhor. Rama s'ka marrë as një deputet, ka marrë zdi se sa vota. Ka marrë më pak se por fakti se deputet ka marrë më shumë. Aty duket do më komplet ajo fluska e sapunit, do më komplet si flus sapunit, kodin zgjedhor që kanë bërë të dy palë bashkë. Ky ka marrë 12 deputet, 13, nuk e di se sa ka marrë më shumë se sa ka pas desh me marrë. Se me 70.000 vota, lapaj, me rregull, do me marrë 7 deputet. Këtu është padrejtësia. Kodi zgjedhor. Këtë padrejtësi kanë bërë të dy palë bashkë. Të dy palë bashkë. Edhe këto partitë e vogla, pse nuk u bën krah me kundër Ramës? Kjo është, domethënë, aty është pra neve dhe njerëzit e shohin se kuj me besu, tash a me besu Lapajt, a me besu këtij Qorrit, a me besu Shehaj deri para 6 muajsh është me Partinë Demokratike. Domethënë është po thosh këtë spektri politik është ashtu është rrit brenda një vendi që secili ka mundu me marrë nga një copë, me ekzistu, me pas forcën e pushtetit, me pas forcën ekonomike. Ajo Shqipëria pasi ligji nuk ka vepru zoti, ligji s'ka vepru për 30 vite. Ne kena thonë që ka gjykata, ka prokurori, por aty ekzistojnë, gjithë paguhen, por fakti është se ligji shitet edhe blihet. Derisa në një vend ligji shitet edhe blehet, aty s'ka për pas ndonjëherë shtet demokratik e barabartë për popullin. Falenderoj shumë për bisedën, edhe shpresoj që në vazhdim ne diskutojmë prapë, jo vetëm për problemet e opozitës, por edhe në tërësi. Patjetër, me gjithë kënaqësi. Juroj edhe ju një ditë marë, okay? Tadri, faleminderit. Nuk e di, e përmbushët atë që doni thonit apo ju ndërpreva? No, absolutisht dëgjoj. Mundem me fol ditën natë, fakti që shumica e shqiptarëve kanë ikë dhe vazhdojnë të ikin, domethënë nuk e gjojnë veten aty. Kjo është krejt e thjeshtë. S'po flasim nga ana ekonomike, nga kushtet, çdo gjë i kanë, por nuk e kanë sigurinë, nuk e kanë sigurinë ke spitalin, nuk e kanë sigurinë rrugë, e dinë që nesër mu përplas me një padrejtë nuk e zgjidhin dot. Këto janë gjëra që ikin shqiptarët. Kur shkojnë ke administratori, kur shkojnë ke zyra aty, ose të sërlatin, ose të kërkojnë, domethënë është komplet një sistem vjedhje që nga më i vogël deri ke madhe. Atëherë kur njerëzit e drejtë, njerëzit real që mendojnë se nuk duhet me qenë ashtu, detyrohen edhe ikin. Ata shihni aty përfitojnë nga këto gjëra edhe e shefti vjen nga Amerika, ki punu 25 vjet, 30 vjet, edhe ai të hiqet sikur gangster, sikur boss, se ka arrit me bë pasuri, ka arrit me bë makina, ka arrit me bë pallate, shtëpia, në 3-4 shtëpia, të thua, po pse ky që ndajti këtu e ishte në Shqipëri, në një vend mesdhetar, me një klim perfekte në vendin e vet, Shqip. Unë shkova punova si idiot për 30 vite dhe s'arrita asgjë. Atëherë është se njerëzit shohin a kupton rinia dhe e kopjojnë atë model. Kështu që nëse nuk ndryshohet sistemi, nuk ka edhe vetëm marrë një diktaturë, sikur ka qenë diktatura në Vërhosh, që ligji me qenë hekur, sa është shumë vështirë me ai popull me paktën për edhe një gjenerat ose dy tjera, se në 90-ën më tha njëri tha që duhen 90 vite me ndryshu tha sistemin që ka kryer Vërhoxha. Edhe e quajta si budalla, por tash e besoj ato fjalë që i tha ai që mas 90 vitesh tha mund me ndryshu pak Shqipëria.
Një popull I vogël, një popull që s'kena vendosur asgjë për fatet tona, një popull që që shiten për shumë gjëra e kena një popull pa fe, se popull që rrit në Shqipëri është edhe popull pa fe. Duhet me kuptu këtë gjë, kur ti nuk ke frikë për një fuqie që është më e madhe, që është Zoti, po flasim se s'ka pa njëri, por njerëzit shkojnë kish, shkojnë xhami, rriten me fe, domethënë rriten me një besim ke një fuqi mbi natyrshme, nëse ti ke bani diçka kesh, edhe mos të kap ligje, thot më shef Zoti, më shef e paguaj disi, me fëmijë, me nipa, me mesa. Aty domethënë njerëzit janë ashtë pa kontroll në kuptimin e fjalës, për se s'kan frikë prej Zotit, s'kan frikë prej ligjit, edhe ndodh ajo që ndodh. Ke një Shqipëri që ka dalë domethënë mas 19, shef gradaçelat, shef rrugë që si kanë bërë ndërtesa që në bërë, se si është vjedh toka, është vjedh, është tjetërsu prona. Ti kur tjetërson pronën, domethënë aty nuk ke qetësinë atë. Kjo dihet, e din të dy palët, e din si Partia Demokratike, si Partia Socialiste. Po askush nuk I përmend. Askush nuk e përmend njerëzit që janë dënuar për korrupsion. Nuk e pash I herë Ramën të përmendë kryetarin e bashkisë ose ministrat e tij. Kryetari I bashkisë nuk me qenë burg, ai duhet me qenë I lirë. Duhet me qenë I lirë, se ai nuk ka akuzë. Gruaja vetë është akuzuar për që ka ble gjona online, ka ble rrobat brendshme gjona. Pse duhet me hi ai? Derisa ai nuk akuzohet gruaja, nëse gruaja ime ka vjedh hin gruaja ime në burg, jo burri. Këtu duket domosdoshmë fakti që drejtësia nuk punon ose është e dëgjuar prej Ramës. Rama del, ofendon, bullizon, se ashtu është populli, ashtu është pa ajo ndamje, domethënë bullizimi ka qenë qysh në 41-shin. Ti ke shku në Tiranë, një pjesë kanë shku në Tiranë, një pjesë tjetër s'kan pas asnjë lloj drejte. Ajo ka qenë bullizim. Tirana ka qenë vetëm atyre, nuk është e jotja nga Librashi ose unë që jam nga Vriu. Se kjo është sistemi që na rrit. Atër dalin ata njerëzit që vjellin vrerë, thonë që ju shpellarët, po pse qajnë na? Shpellarjem, unë jetoj në një shtet, po flasim që ka një demokraci më të mirëfillt. Shpellar janë edhe ta nga Skrapari, ose nga Përgadisi, ose nga Dukagjini që jetojnë këto. Domethënë nuk thot një shpellar, vetëm atje ekziston, se atje është rrit ai që ka thonë pse duhet më ardhë në Tiranë, po Tirana nuk ka qenë vetëm atyre, po sistemi ka bërë kështu, I ka dhënë privilegj atyre njerëzve që I ka pasur në punë, ti s'ke mujt me hyrë në Tiranë pa vetëm po pa të hyrë kollovar. Kjo është e keqe. Atëherë ai koncept transmetohet edhe mas një brezi dhe mas dy brezave. Thot ma lakt, provincialt, fshatart. Po gjithë Shqipëria ka qenë fshatar. Gjithë Shqipëria, s'ka lidhje ku jeton një. Ti jeton fshat, do të marrë pa kohë sa mësohesh me atë kulturën e qytetit, po nuk do të thonë se do ngelesh fshatar gjithë jetën. Fshatar është se ndoshta ti s'ke ditë me I bën sa gjëra që I bën qytet, po ke ditë shumë gjëra më të mira se sa ideja qytetare. Kështu që e njëjta është, po në Shqipëri ekziston bullizimi, ekziston mos më janë njoft meritat dikujt tjetër, edhe sikujt ka meritat, prap mundohet me ja ul. Nuk e kena këtë kulturën si komb, që për merita me ja dhënë njeriut meritat, po edhe me I kritiku, po mas pari fillojmë me ato që janë keq, kush janë keq. Edhe unë e shoh edhe tehin sot si japin mediat, për shembull sikur e bojnë çdo gjë errësirë nga Partia Demokratike ose errësirë nga ana e Ramës. Pse nuk thonë për shembull që këto janë meritat e Partisë Demokratike, 1, 2, 3, 4. Këto janë meritat e Ramës. Nuk mundesh me thonë që Rama ka janë bërë zeza, por a bën një rrugë, a bën rruga, ajo është bo, ose po flas një shkollë, është bo. A ka pas vjedhje në shkollë? Mundet me pa pas. Kanë vjedhje, nështë kanë vjedhje $10,000, $20,000, po marrë shifra. Por është bo shkolla. Kështu që përmendni gjonat e mira, si nga PD-ja, si nga atjo,
nxjerrin njerëzit që meritojnë me qenë, jo njerëzit servila. Kjo është e keqja. Nuk dalin njerëzit që janë vërtet drejt. Pse ika unë zoti? Ika se pranova dot sistemin, ose me hynë sistem me vjedh, ose me ika sistemi. Aty kisha dy rrugë. Nëse dikush nalet edhe ka bo vepër penale, ose një moje me forcën tonë që keti si individ që ta ka dhënë shteti, ose për me një mua, u deshke me paguë. Kështu që unë një moj ty sa dhe në atë pozicion që mos me humë punën time. Atër kur se bajdat, atër hynë parja në mes. Se njerëzit, kur i burgos normalisht që kanë dhe gjatë gjëllë mënyrë për me dalë nga burgë, me shpëtu burgët, të humjes të risë. Atër, kur hynë parja në mes, atër, ose dojnë më sigurtash personalisht, ose me para. Kështu që e pashë që të dyja si bëjt dot, ose me bo punën e shtetit, ose me marë para. Asë janë se bona dot, kuptimin fjallës edhe ika, po se unë ka nikë edhe shumë tjerë, ka nikë njerëz jo vetëm nga drejtësia, po ka nikë nga çdo halk e sistemit që është në Shqipëri, nga çdo pjesë administratë, pasi nuk e kanë gjetë veten. Nuk e kanë gjetë veten atë vend, dhe sot është një elit që qarkullohet për 30 vite, domethënë me të njëjtat strategji, me të njëjtën mënyrë se si kanë qeverisë, edhe ka sjellë situatë sot që është e pakëndshme. Situata sot është e pakëndshme në Shqipëri. Njerëzit thonë që është bukur, normalisht është bukur, se është vend mesdhetar, po në Shqipëri nuk ke siguri. Se jeta është një herë është jeta, nëse ti ke nevojë për doktor, nëse mjekësia nuk është aty ku duhet ti humb jetën. Edhe kur të humb jeta, domthon stut gjë, as politika, as biznesi, as gjë. Edhe në Shqipëri nuk e ke sigurinë jetësore, që është jeta është domthon numër 1, nuk ka përmi jetë, përmi shtetin s'ke asgjë, as ke para, as ke forcë, domthon power politike, as ke biznes, as gjë. Nëse ti ngrihesh mes edhe nuk je i smur, domthon që nuk bash më, domthon s'ka lidhje, a ke shumë para, s'ke para, njëtë ke për vdek, si ti si ata që kanë para. Kështu që në Shqipëri ti jeta për doktor, se s'po flasim në rrugë, ose nëse përplasesh me drejtësinë, nëse ta bojnë pa drejt që duhen vite, edhe po qenë drejtën tonë ti prap duhet me paguar. Se është bërë sistemi ashtu, është bërë një sistem me llogarit kështu si në anglisht është sikur rreth. I pari, shko ke dyti. Me këthyn shqip, ja fut pari dyti dhe shumë më rrallë zinxhiri. Se cili ka nevojë për një shërbim, aty gjithë janë të korruptuar, atër ai më i pari të fundit. Kështu që atë sistem e kam përmbledh me një qark kështu në 2010 kur marr tash e keni ndërtuar një sistem që nuk ekziston. Nuk ekziston në asnjë vend botës. Kështu që pas së ndryshuar këtë sistem s'ka lidhje kush do jenë në fuqi, se këtë sistem e keni bërë ju, populli bashkë me qeverinë, me policinë, me prokurorinë, me shtetin. Ky është sistemi që është ndërtuar në Shqipëri, se është shumë e vështirë që me çrrënjos atë mentalitet. Se secili edhe kur shkojnë në shkollë, e kanë nërmend domon me marrë një degë që të sjell përfitim. E dega që sjell përfitim është drejtësia, se drejtësia vjen me ligj. Si vjet mjekësia, pse? Se e din që mjekët morën në dorë. Aty është shef se sa trunin e prishur në ka i popull. Se këtë mentaliteti tyre është me bë korrupsion. Unë të falenderoj shumë dhe herë Sadri për të gjithë analizën tënde, edhe shpresoj që të dëgjojmë sërish në vazhdim, aq më tepër që problemet janë të hapura, edhe do kemi mundësi që diskutojmë sërish. Jam shumë mirënjohës. Shumë faleminderit për ju.